Përshëndetje shenja luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 monedat, 6 shkopinjt, faqa e monedave 5 shkopinjt. Këtu kemi një kalim nga ndjesia e mungesës në rikthim të vetbesimit, por me sfida ama, 5 monedat nënkupton se ju ndjeni mungesë, pasiguri, ose sikur nuk jeni aty ku dëshironi të jeni. Mund të jetë mungesë emocionale ose mungesë monetare. 6 shkopinjt nënkupton se shumë shpejt vjen një ngritje, një fitore, një njohje, një moment ku ndiheni të vlerësuar. Faqa e monedave nënkupton fillim të ri, një mundësi konkrete për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme. 5 shkopinjt nënkupton se kjo nuk vjen pas sfida, ka konkurrencë, tension, përplasje energjish. Duket se ju kaloni nga një ndjenjë tipit më mungon diçka, në një rikthim të forcës, por duhet të luftoni për ta mbajtur. Java nis me një ndjesi boshllëku dhe pasigurie, por ndodh diçka që ju rikthen në vëmendje. Mund të jetë një arritje, një vlerësim, një moment ku ndiheni më të fortë. Ju kapni një mundësi të re, filloni diçka, por përballeni me sfida që ju testojnë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasiguria fillestare t'ju ndalojë. Sfida nuk do të thotë që jeni në rrugë të gabuar, përkundrazi, jeni në proces zhvillimi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi gjykimi, 3 kupat, mbretëresha e monedhave, perandoresha. Në familje kemi një energji shumë të bukur, shërimi dhe bashkimi. Gjykimi tregon një realizim, një rikthim, një zgjim në familje, një mundësi të dytë për disa. Për disa mund të ketë një kërkim falje ose një situatë që kuptohet më qartë. 3 kupat flet për gëzim, bashkim, takime, mbledhje, festë ose moment pozitiv së bashku. Mbretëresha e monedhave nënkupton stabilitet, kujdes, mbështetje praktike. Perandoresha është dashuri, ngrohtësi, rritje, shtatzani, energji shumë ushqyese. Për disa mund të nënkuptojë edhe mirëqenie. Duket se familja është një burim shërimi këtë javë, një situatë që ka qenë pezull ose e paqartë arrin në një pikë ku kuptohet më mirë. Ka një ndjesi afrimi, njerëzit bashkohen, flasin, ndihen më mirë së bashku. Energjia bëhet më e butë, më mbështetëse. Ju ndiheni të mbështetur, të kuptuar dhe më të qetë. Për disa të tjerë në familje mund të shfaqet një figurë femërore, që mund të jetë nën, motër, bashkëshorte, ish bashkëshorte, mikeshe të tjerë, pra është shumë mbështetëse, ju jep siguri, këshilla, të mira materiale ose edhe qetësi emocionale. Pra ajo ju ndihmon në zbutjen e situatave në jetën tuaj. Kartat këshillojnë të lejoni veten të merrni mbështetje, jo çdo gjë duhet ta mbani vetëm. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shpatave, 9 shkopinjt, 6 kupat, mbretëresha e shpatave. Në dashuri, asi i shpatave flet për një të vërtetë që ekspozohet, që del në dritë. Duket sikur ju ose dikush ka një komunikim të qartë, një realizim të fortë. 9 shkopinjt nënkupton se ju jeni të lodhur, duke u mbrojtur me mure shumë të ngritura. 6 kupat nënkupton lidhje me të kaluarën, një person i njohur ose emocione që rikthehen. Mbretëresha e shpatave nënkupton vendim të ftohtë, të qartë, të bazuar në logjik dhe vetë respekt. Narrativa këtu është se ju shihni të vërtetën për një lidhje ose për një person dhe pavarësisht ndjenjave,
ju zgjidhni qartësinë. Një bisedë ose një realizim ndodh, diçka bëhet shumë e qartë, ju tashmë keni kaluar shumë në këtë situatë me kartën 9 shkopinjt dhe nuk jeni më të njëjtë, ka lidhje me të kaluarën, me një person ose ndjenja që nuk janë zhdukur, por këtë herë ju nuk reagoni si më parë, ju vendosni kufi, ju zgjidhni me mendje, jo vetëm me zemër. Për disa të tjerë, unë do të thoja që ka shumë gjasa që një person nga e kaluara të rikthehet ose të reagoj në mënyrë komunikimi, por jo në një mënyrë të ngrohtë. Përkundrazi, me mbretëreshën e shpatave, reagimi është i ftohtë, i prerë dhe i kontrolluar. Mund të ketë komunikim, siç thash, por jo një afrim emocional si më parë. Është më shumë një qasje racionale me distancë apo kufi të qartë, sikur ai person ose ajo ose edhe ju nuk lejoni më të njëjtën hapje që ka ekzistuar dikur. Kartat këshillojnë të mos ktheheni tek e kaluara vetëm sepse është e njohur. Nëse dikush kthehet me energji të ftohtë ose të kontrolluar, për ju është një moment për të treguar se sa shumë jeni rritur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi kalorësi i monedhave, 8 shkopinjt, asi i shkopinjve, mbreti i kupave dhe 9 shpatat. Në punë, kalorësi i monedhave nënkupton se ju punoni me durim, me qëndrueshmëri. 8 shkopinjt nënkupton se gjërat fillojnë të lëvizin më shpejt, ka komunikime, zhvillime. Asi i shkopinjve nënkupton një mundësi të re, një fillim të ri energjik ose një njohje e re pasionante, e zjarrt. Mbreti i kupave nënkupton kontroll emocional, përpjekje për të qëndruar i qetë edhe kur situata është kaos, ose mund të ketë kontroll emocional ndaj dikujt ose ndaj një situate të caktuar. 9 shpatat nënkupton se brenda jush ka stres, ankth, mendime të tepërta që ju lën natën në zgjuar. Nga jashtë, gjithçka duket në lëvizje dhe me potencial, por brenda jush ka shqetësim. Duket se ju punoni fort dhe me përkushtim dhe gjërat fillojnë të lëvizin, madje shfaqet një mundësi e re që ju motivon. Ju përpiqeni të qëndroni të qetë dhe profesional, por në heshtje mendoni shumë, shqetësoheni shumë. Kartat këshillojnë të mos e mbi-ngarkoni mendjen me skenar imagjinar negativ. Ajo që po ndërtoni ka potencial, mos e sabotoni me mendimet tuaja. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi pastrim. Kjo kartë është shumë e fuqishme për këtë interpretim. Është koha për pastrim emocional, për pastrim psikologjik, për pastrim energjik. Si lidhet karta e pastrimit me gjithë sferat për ju? Në dashuri, ka pastrim nga e kaluara. Në punë, ka pastrim nga ankthi dhe mendimet e tepërta. Në gjendjen personale, pastrim nga ndjenja e mungesës. Në familje, pastrim për të hapur vend për harmoni. Kjo javë ju kërkon të hiqni atë që nuk ju shërben më. Mos mbani gjëra që ju rëndojnë. Sa më shumë të pastroni, aq më shumë hapet rruga për diçka më të mirë. Paçim.